Sot do ndalemi tek Mateu kapitulli 8, vargjet 1 deri në 4. Tani kur Jezusi zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin. Dhe ja, një lebroz erdhi dhe adhuroi, duke thënë: "O Zot, po të duash ti, mund të më shërosh." Jezusi shtriu dorën, e preku dhe i tha: "Po, unë dua, shërohu." Dhe në atë çast u shërua nga lebra e tij. Atëherë Jezusi tha: "Ruhu, se ja tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti, bëj flimin që ka urdhëruar Mojsiu, me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta." Disa fakte interesante rreth lebrës. Lebra është diçka që megjithëse pretendohej në kohën e Jezusit që ishte diçka ngjitse, po nuk ishte aq e ngjitse se sa mendonin ata në atë kohë. Pra, nëse ti që të merrje kontakt ose që të infektohesh le të themi me lebrën, me sëmundjen e lebrës, doje të rrije për një kohë të gjatë me personin. Pra nuk ishte diçka që ishte në dhomë, edhe ky që kishte lebrën ta ngjiti. Pra ti duhet kishe kontakte fizike me këtë person. Pra, një i familjes do ta kishte do ishte më i presuppozuar që të infektohesh. Por edhe kjo duhet një kohë gjatë. Nëse ti infektohesh me sëmundjen e lebrës, duhet të paktën 5 vjet e lartë që sëmundja të fillonte të dilte. Domethënë që të kuptoje që sepse ajo dilte në lëkurë dhe ti në atë kohë e kuptoje që ishe apo jo i infektuar. Pra, një kohë shumë e gjatë. Çfarë ndodh? Lebra hyn në veprim një herë në 2 javë. Nëse ti ke marrë këtë bakterin e lebrës, hyn në veprim një herë në 2 javë. Dhe ajo çfarë është një fakt tjetër interesant është që bakteri i lebrës që shkakton sëmundje, që është sëmundje e lëkurës, le të themi, nuk mund të rritet në laborator. Që studiusit vetë të arrijnë të zbulojnë le të themi një kur për lebrën. Nuk mund të bëhet. Edhe ajo çfarë po flasim për vitin tanishëm ku jemi, janë studimet e tanishme. Edhe ajo çfarë mund të bësh, mund të arrit të bësh vetëm të gjesh personat që janë të infektuar me lebër, edhe ato kanë një cikël kohor, pra një herë në 2 javë që të arrijë të bëjë studimin kur lebra hynte, bakteri e lebrës hynte në veprim, të shikojë se çfarë mund të bëjë dhe të mund ta sulmoje me medikamentet që kemi në dispozicion. Në të gjithë botën janë 208.000 njerëz që janë të infektuar me lebrë. Është diçka sot mund të kurohet me një kombinim antibiotikësh, por do të paktën 1 deri në 2 vjet që të pastrohesh plotësisht. Një fakt tjetër interesant për lebrën, edhe kjo do ta kuptojmë gjithë bashkë se edhe pse përmendet edhe në Bibël. Një fakt tjetër interesant është që lebra çfarë bën tek njeriu, çfarë bën i vret nervat. I ushqen nervat, ushqet nga nervat e trupit të njeriu dhe çfarë bën? Në këtë lloj mënyre njeriu fund ndjeshmërinë. Pra ti kur vritesh, kur pritesh, kur të prek dikush, ti e ndjen apo jo. Nëse ti vrit, nëse ti je infektuar me lebër në pjesën që je i infektuar, ajo ka dalë si tip kore themi ne, që bëhet si ashtë. Në momentin që ti je i infektuar, pra nuk ndjen gjë aty, është si dru, si gur. Edhe ti nuk e ndjen, ti mund pritesh, mund vritesh në atë pjesë, nuk e ndjen. Ti edhe nëse dikush do të prekte, do të takonte, do të përqafonte tek ajo pjesë, ti hiç çfarë, nuk ndjen asnjë lloj gjëje. E njëjta gjë është dhe me mëkat. Mbajeni mend këtë ndërsa neve do ta shtjellojmë mësimin në vazhdim. E njëjta gjë është dhe me mëkatin. Keni takuar lloj njerëzish të ndryshëm, edhe ne mund të jemi tek një grup lloj njerëzish. Besoj që keni takuar njerëz që bëjnë diçka të keqe, nuk e vlasin mend fare, punë e madhe. Keni takuar njerëz të tillë? Ose që vjedhin marrin diçka në dyqan ashtu. Keni parë në internet edhe në televizor edhe do keni parë video të ndryshme që njerëzit janë të ndërgjegjshëm, e dinë që ka kamera, filmime, që të shikojnë çdo veprim tandi, në momentin edhe pastaj vjedhin përsëri. Edhe ti i thua pse bara, më duhet kjo. Pra nuk e vrasin mendje fare, nuk i vret ndërgjegja. Kurse nëse ne na vret ndërgjegja për një veprim të gabuar që bëjmë, atëherë sensët tonë shpirtëror janë shumë të ndjeshëm. Por çfarë ndodh? Nëse ti vepron për një kohë të gjatë, sillesh për një kohë të gjatë në mënyrë negative, pra duke bërë gjitha veprimet negative të mundshme, ti fiton imunitet apo jo. Edhe bëhesh i pandjeshëm. Nëse nana të vërtet në fillim prekesh, vjen për të qartë kur je fëmijë, dhe vjen për të qartë, dëgjon me vëmendje, pastaj nëse e bën për një kohë të gjatë, nuk ke më asnjë lloj ndjeshmërie. Edhe me të rriturit kështu është. Nëse dikush ofendon të shan, ka njerëz që për një fjalë goje neve prekemi apo jo. Na thot dikush na flasi, na ofendoi nga nana nga babai shumë e radh, ne bëhemi shumë keq. Ka njerëz që thonë, "Oh, punë e madhe." Sallallahu alaihi wasallam. Pra e kanë humbur këtë lloj ndjeshmërie, le të themi, të ndërgjegjes që të unit vetë që një person mund të ketë. E njëjta gjë pra është edhe me njeriu në marrëdhënie me Perëndin. Në momentin që e humbet këtë lloj ndjeshmërie, këtë lloj, le të themi, përgjigje të veprimit se çfarë po ndodh. Pra kur ti prekesh, ka një lloj reagimi, le të themi.
por njerëzit e humbasin këtë lloj reagimi. Edhe shpesh herë njerëz të ndryshëm të zgjedhin që të largohen nga familja, nga vëllezërit, nga motrat, nga gjithçka. Nga njerëzit që e duan më shumë, largohen. Sepse ata njerëz janë që i flasin, i thonë, "Ndalo, mos bëj kështu, e shikon çfarë po bën që është e gabuar." Dhe në momente të tilla, njerëzit çfarë bëjnë, largohen. Këta njerëz nuk kuptojnë fare, nuk ashtu. Edhe shkojnë tek njerëzit që nuk i flasin. Besoj që mund kemi njerëz të tillë, pra mund të njohim njerëz të tillë që largohen. Zgjedhin ato grupin njerëzor që e mirëpret ashtu siç është. Në fakt, ata vetë po shkatërrohen për përfitimet e tyre personale negative, me presin njerëz të tjerë. Pra njerëz që gënjejnë, njerëz që mashtrojnë, njerëz që vjedhin, vetësi për përfitimet e tyre. E njëjta gjë është edhe me mëkat. Mëkati çfarë bën? Ushqehet aq shumë sa çfarë bën? Sulmon nervin tënd shpirtëror dhe ti bëhesh i pandjeshëm. Sa njerëz të ndryshëm binden, un kam takuar njerëz të tillë që thotë, nuk ka perëndi që më merr mua për sipër. Unë nuk mund të ndryshohem, nuk mund të bëhem. Por në fakt Perëndia na tregon nëpërmjet fjalës së tij që bëhet. Mjafton, ky si është gjë e rëndësishme për dëshirën tonë për të patur për të ndryshuar. Ky njeri që ishte me lebroz, ishte larguar nga familja e tij. Ai rrinte larg. Edhe më përpara njerëzit duhet të vërtisnin, ishte detyrim le të themi ligjor i tyre nga grupi i priftërinjve, që ata thoshin lebra vërtisin. Një njeri me lebër. Në mënyrë njerëzit e tjerë mos të afroheshin. Madje në ata familje që kishin mundësi, i ndihmonin ata me ushqime dhe tek vendi që ata rrinin, pra nditeshin të gjithë bashkë me grupin e lebrës, pra që ishin me të njëjtën sëmundje, shkonin atje edhe i çonin ushqimin në një vend të caktuar dhe pastaj ata me. Ku nuk kishte mundësi, ai tjetri do mundohesh me kishte të ushqej. Edhe shpesh herë ata e mbulonin veten e tyre me çarçafa, me ato veshjet e tyre karakteristike që njerëzit për mos të kuptuar që ai ishte i smur. Po të duash ti. Neve e bëjmë pyetje, e bëjmë kërkesën, mendësia jonë është, le të themi, fillon gabim. Neve i themi Zotit, po të duash ti. Zoti po thotë, po të duash ti, edhe të vish të më kërkosh mua, unë do të fal. Sepse Zoti e ka siguruar për ne shpëtimin. Edhe ky është jetë. Mjafton që ne të vim ta kemi këtë lloj, le të themi, dëshmërie, dëshire për të shkuar te Perëndia. Për shembull, tek e para Gjonit, kapitulli 1, vargu 9 na thotë, po ti rrëfejmë mëkatet tona, pra po të shkorim tek Perëndia, edhe po ti kërkojmë Perëndis që të na ndihmojë, që të na shërojë, ne do të kuptojmë që Perëndia është besnik dhe ai është besnik pra dhe i drejtë që të na fal mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo pautësi. Në fakt lebra është diçka që edhe përkthimi këtu thotë shërosh, nuk është diçka smundi, por është pastrim. Edhe nga greqishtja e vjetër ky njeriu ulet në gjuhë, i adhuron Jezusin dhe thotë, po të duash ti mund të më pastrosh. Se në momentin që të pastrohej, ai do i kishte mundësi që të shkonte në komunitet, të bashkohej me njerëzit e tjerë. E njëjta gjë, po të pastrohemi ne, po të shenjtërohemi ne, po të marrim falje në mëkateve, ne kemi mundësi që të bashkohemi familjes së Perëndisë. Por ama ne duhet në radhë të parë të marrim falje. Tek Veprat e Apostujve kapitulli 5 vargu 31 thotë Perëndia e lartësoi në të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar, për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Pra është siguruar për ne. Është siguruar për ne falja. Mjafton që neve të duam. Edhe Perëndia është gjithmonë, ta ngulisim neve në mendje. Gjithmonë kur neve i kërkojmë Perëndis ndihmë, Perëndia do. Po në fakt jemi ne që nuk duam. Edhe tu thuhet, po të duash ti, o Zoti, mund të më pastrosh, ti mund të më shërosh. Dhe Jezusi që përgjigjet, po, unë dua. Në një moment tjetër, ata farisejt po e prisin Jezusin që çfarë do bënte ditën e Shabatit. Dhe ishte dikush që e kishte dorën e tharë. Dhe Jezusi, duke dikur se çfarë ata kishin në mendje, i thon, Jezusi pyet, çfarë është të bësh? Çfarë është e mira të bësh ditën e shtunë, ditën e Shabatit? A është e mundur që të ndihmojmë dikë, të bëjmë mirë, ta mund ta shërojmë dikë, ta mund të bëjmë dikë që të shpëtojmë jetën? Dhe ata nuk përgjigjen. Shpesh herë neve fokusohemi më shumë tek kërkesat fizike se sa ato shpirtërore. Dhe humbim këtë lloj ndjeshmërie, dhëmshurie për njëri tjetrin. Neve nuk e kuptojmë që ligji është bërë për njeriu dhe jo njeriu për ligjin. Sepse edhe nëse do ishte e mundur që njeriu do tregonte pendes edhe do tregonte që dëshironte të ndryshonte, atëherë edhe njerëzit e tjerë do ta falin. A do ta rrinin ne të falim dikë? Edhe pse mund të kishte bërë një gabim, e themi të madh, por që do tregonte me sinqeritet, me të vërtetë që do ndryshonte. Besoj që do ta kishin të vështirë, por në fund do ta falin. Apo Perëndia gjithmonë fal, jo vetëm që fal, por ai e ka siguruar shpëtimin për ne. Na ka dhënë neve mundësi që të kemi falje. Na ka dhënë neve mundësi që të jemi të pastër përpara tij. Çfarë duhet të bëjmë neve sot? Edhe ndërsa neve do të ndalemi te kjo pyetje, a dua unë? Do të ishte një pyetje e saktë për neve, për gjithë secilin për ne. A dua unë të pastrohem? A dua unë të shenjtërohem? A dua unë të jem në rregull me Zotin, me Perëndin tim, me Krijuesin tim? Kjo duhet të jetë pyetja më e favorshme për gjithë secilin për ne. Edhe sepse Perëndia don. Shpesh herë neve unë kam dëgjuar njerëzit se thonë, po bëhem, ka Perëndi që më fal. Nuk mund, nuk ka kthim për mua mbrapa, por në fakt ka. Edhe sepse vetë ne nuk arrim dot të falim në atë lloj niveli, në atë lloj shkalle që Perëndia mund të fali
siç falë Perëndia. Ne nuk arrim dot ta kuptojmë. Pra që të kish këtë lloj besimi, këtë lloj marrëdhënie, dikush në fakt Jakobi thot, edhe djalli beson që ka një Zot, edhe dritet kur e kujton. Për neve, çfarë do të thotë që të besosh Perëndis? Ti besosh Perëndis do të thotë që ti ke mundësi me veprat e tua të tregosh që i përket Perëndis. Nëse do ta bënim pyetjen ty sot. A i beson ti Perëndis? Si do të përgjigjeshim? Sigurisht që do të përgjigjim po. A jeti i krishter? Do të thonim po ja. Por në fakt, ky lloj pohimi që neve po bëjmë, po i besoj Perëndis dhe po jam i krishter, është më shumë se sa ma konfirmoni. Pra, çfarë do thotë? Që ti kur thua unë i besoj Perëndis, do të thënë sjellja ime, jeta ime, është në një po jetohet në një mënyrë të tillë që është e lavdishme për Zotin, që i sjell der Perëndis. Pra çdo gjë që unë bëj. Kur unë them që unë jam i krishter, çfarë do të thotë gjithashtu? Pra që jeta ime po e tregon këtë gjë. Pra që unë jam i tillë. Pra e shikoni që ka më shumë peshë se sa të thuash, po unë besoj, edhe po unë jam i krishter. Ka më shumë se sa. Edhe ndonjëherë po ta mendosh kaq thellë, është e frikshme. Të fut në dhimbje të tëra. Sepse ti po kërkon të identifikohesh me krijuesin tënd. Po si mund të identifikohesh ti me krijuesin tënd? Edhe gjithë ne bashkë, si mund të identifikohemi ne me krijuesin tonë, nëse ne nuk e jetojmë jetën siç duhet? Atëherë do të ishte le të themi hipokrizi. Në edhe Perëndia na kërkon, pikërisht edhe me Gjonin e para Gjonit kapitullin 1:9 se thotë, po t'ia rrefej mëkatet Perëndis, Perëndia ju është besnik dhe do na i falë, se e ka bërë këtë gjë nëpërmjet Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme në marrëdhënien tonë me Perëndin. Ndaj Perëndia na e ka dhënë këtë mundësi dhe thret vëmendjen e gjithë secilit prej nesh, që ne të zgjedhim, të duam të kemi një marrëdhënie me Zotin. Nëse ne kemi përgjegjësinë të kujdesemi për njerëz të tjerë, ne mund t'i tregojmë se çfarë duhet të bëjë dhe çfarë është e mira, por nuk mund ta bëjmë atë person të bëjë ashtu siç themi. Ne që Zoti na ka bekuar me fëmijë, ne bëjmë një luftë të madhe. Mirë që i tregojmë se çfarë është e mira, po duam ta bëjmë të mirë, ashtu siç e mendojmë ne. Por ja që nuk arrihet. Do vi koha që fëmia duhet të bindet, njeriu duhet të bindet për atë zgjedhje që të bëjë të mirë. Është një proces që nuk mund bëhet brenda ditës. Do kohën edhe. Ndaj edhe ndërsa vim tek Perëndia, ne mund kemi dëshirën për të ndryshuar. Mbas edhe kur themi unë besoj tek Zoti, nuk e tregojmë 100%, mund të tregojmë vetëm 20%, por duhet të themi po unë dua të pastrohem, po unë dua të shenjtrohem, po unë dua të kem një marrëdhënie me Zotin. Edhe Perëndia në këto momente kur neve po i thrasim Perëndis që të na pastrojë, të na shenjtërojë, përgjigja e Jezusit është gjithmonë po unë dua pastrohem. Dhe ne e fillojmë pastrimin ton, e fillojmë shenjtërimin ton në pagëzi, duke pranuar Zotin si shpëtimtarin ton, dhe duke rrëfyer mëkatet tona dhe duke pagëzuar, ne kemi veshur Krishtin. Dhe nuk është pali thotë Galatas, dhe nuk jam unë më që jetoj, por është Krishti që jeton në mua. Çfarë do të thotë kjo për ne? Që ne jemi të transformuar, ne jemi duke jetuar një jetë që i përket Zotit. Le të jetë kjo lutja jonë, që ne duam që Jezusin ta bëjmë Zot të shtëpisë tonë, Zot të familjes tonë, Zot të jetës tonë. Është e kuptueshme? Edhe Perëndia e din shumë mirë që është një proces, por ne duhet ta fillojmë. Nuk ndodh brenda ditës, nuk ndodh brenda natës, do një jetë të tërë. Por ne duhet ta bëjmë, por ne duhet ta kërkojmë Perëndin. Marrëdhënia jonë me Perëndin nuk ka çmim. Edhe këtë çmim, sepse këtë çmim e ka paguar Zoti me gjakun e Krishtit. Zoti ju bekoj. Ti je shëruar, ngrihu dhe ec. Faleminderit Zot.